Korça do të mirëpresë edhe këtë vit Korça Serenajs, një festival që i kushtohet një prej vlerave më të veçanta të identitetit kulturor të qytetit, serenatës korçare. Edhe këtë vit, Korça Serenajs rikthehet për të sjellë në qytet një atmosferë të ngrohtë, artistike dhe plot jetë. Në kujdesin e qendrës së artit, kulturës dhe inovacionit, netët e verës, rrugët dhe sheshet në qytet do të mbushen sërish me muzikë, drita dhe njerëz që do të shijojnë kulturën në çdo cep të saj. Përgjatë netëve të festivalit që do të mbahen nga data 17 deri në 20 shtator, publiku do të ketë mundësi të shijojë tingujt e serenatave tradicionale, por me interpretime të reja të sjella nga artistë të njohur. Aktivitetet do të zhvillohen në disa prej hapësirave më karakteristike të Korçës, duke ndërthurur muzikën me atmosferën e veçantë të qytetit. Festivali pritet të sjellë në skenë emra të njohur të muzikës shqiptare, ndërsa një vend të rëndësishëm do të zenë dhe artistët dhe grupet që i kanë dhënë jetë ndër vite serenatës korçare. Përmes këtij festivali, serenata del nga kujtesa e brezave dhe rikthehet në skenat e qytetit për t'u dëgjuar nga publiku vendas, por edhe nga turistët që vizitojnë Korçën. Pas suksesit të 2 edicioneve të para, Korça Serenajs synon të kthehet në një traditë të përvitshme, duke ruajtur dhe promovuar serenatën si një nga elementët më të rëndësishëm të trashëgimisë muzikore korçare. Korça Serenajs vjen kështu për të tretin vit, duke e kthyer qytetin në një skenë të madhe të serenatës dhe duke dëshmuar se kjo traditë vijon të jetojë dhe të përcillet brez pas brezi.